Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin e lajmeve 21 minuta. Deklarata e ministrës serbe Snežana Paunović ka nxitur reagim të ashpër të Bashkimit Evropian. Brukseli ka bërë të qartë se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon apo mbështet pastrimin etnik, duke i bërë thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi, të shmangin gjuhën e urrëties dhe të kontribuojnë në forcimin e besimit e stabilitetit në rajon. Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj deklaratës së ministres në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, duke thënë se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon dhe mbështet pastrimin etnik. Zëdhënësja e BE-s, Anita Hipër, tha se Unioni pret nga të gjithë liderët që të sillen me përgjegjësi dhe të përmbahen nga çdo retorik nxitëse dhe njëkohësisht të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi të besimit dhe stabilitetit rajonal. Parimi themelor është se nuk duhet të ketë dhe nuk ka vend në Evropë për retorik që justifikon dhe mbështet pastrimin etnik. Deklaratat e tilla bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimin, llogaridhënien dhe marrëdhëniet e mira fëqinjësore, mbi të cilat është ndërtuar BE-ja. Gjithashtu bien ndesh me përkushtimin e bërë nga Serbia në kornizat e dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Prandaj, ne presim nga të gjithë liderët që të sillen me përgjegjësi dhe të përmbahen nga çdo retorik nxitëse dhe njëkohësisht të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi të besimit dhe stabilitetit rajonal, tha Hipër. Hipër tuti shtoi se BE-ja është e përkushtuar edhe për identifikimin e personave të zhdukur dhe jo vetëm përmes procesit të dialogut. Nuk ka vend për një retorik të tillë dhe siç u tha, ka pasur një numër deklaratash gjatë këtyre viteve. Sa i përket rëndësisë dhe njohjes së fakteve dhe gjithashtu nderimit të viktimave dhe njëkohësisht edhe mbështetjes për identifikimin e personave të zhdukur dhe për promovimin e një bashkëjetese paqësore ndërmjet njerëzve, kjo është diçka që ne po bëjmë edhe në dialogun e lehtësuar dhe gjithashtu në procesin e zgjerimit, tha Hipër. Ish ambasadori Syl Ukshini thot se deklarata e ministrës serbe për spastrim etnik në Kosovë është vazhdimsi e politikës së Slobodan Miloševićit dhe pjesë e idesë së Serbisë së Madhe. Sipas tij, Serbia duhet të izolohet nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja. Deklaratë tregon që politika Miloševićit nuk ka qenë e shkëputur, po është një kontinuitet, është një mendësi e Serbisë. Në anën tjetër, tregon që Serbia dëshiron të rikthehet politikës së veçkatërimit, sepse politika Miloševićit ka nënkuptuar sanksione, bombardime, izolim. Dhe kjo tregon që Serbia prap ka mbetur në atë gjurmë dhe në idenë e Serbisë së Madhe. Unë mendoj që Serbia, bota përkatësisht perëndimi nuk e ka ndihmuar Serbinë. Mas rënies së Miloševićit, ata kanë pasur iluzion se Serbia do të demokratizohet. E keqja në Ballkan nuk ka orë me Miloševićin. E keqja në Serbi ka qenë gjithherë dhe Serbia ka qenë një faktor turbullues. E ka thënë edhe presidenti amerikan në fund të luftës së parë botërore. Serbia është një krijesë që krijon turbullira. Çështja është që Serbia edhe në luftat ballkanike, edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë ka përfituar nga konjunktura ndërkombëtare. Po këtë konjunktura ndërkombëtare ka nxjerrë si një lloj heroizmi. Në fakt, Serbi dhe ushtritë e Serbisë gjithherë kanë luftuar me civil, në Maqedoni, në Kosovë, në Bosnjë dhe kjo tregon që Serbia është vend i destabilitetit, vend që akoma nuk ka hequr dorë nga politikat e shekullit kaluar. Dhe mbi gjitha kjo tregon që perëndimi e kalon në gjysmë punën. Çfarë nuk kupton kjo? Serbia është dashur të vendoset nën protektorat ndërkombëtar, të demilitarizohet, të shpallet ushtria dhe policia serbe jashtë ligjit, me modelin gjerman që kanë bërë. Të shkëputet Vojvodina, të shkëputet Novi Pazari, të shkëputet Lugina Preksheve. Serbia duhet të rikthehet në kufit ku e ka fituar pavarësinë. Kjo tregon që Serbia nuk është e denjë për të hapur kapitujt me Bashkimin Evropian. Kjo tregon që Serbia nuk është e denjë as për bisedimet e Brukselit që quhen bisedime për normalizimin e raporteve. Kjo tregon që ato bisedime Serbia po i përdor vetëm për përfituar kohë, vetëm për të krijuar përshtypjen në
në arenën ndërkombëtare se gjoja po bisedon për statusin e Kosovës. Unë mendoj që Serbia duhet të izolohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e di që është ideja që mbasi duke afruar mund ta shkëpusin nga Rusia, por unë mendoj që populli serb ka të drejtë të jetojë në primitivizmin e vet. Populli serb ka të drejtën e vet të jetojë me Kinën dhe me Rusinë. Populli serb ka të drejtë të mos jetë pjesë e BE-s dhe të mos jetë pjesë e NATO-s. Dhe letja mundsojnë këtë ëndër Serbisë dhe Serbia le të mirët me mitet e mesjetës dhe ta shet domethënë që mbase mund gjën nga mitet ndonjë të armë të vet. Domethënë sepse ne kemi një vend që është burim i stabilitetit ose thënë shkurt, Serbia ka qenë, është dhe do të jetë burim i së keqes në Ballkan derisa të disiplinohet në mënyrën më të mirë që duhet. Drejtori i Institutit për Hulumtime, Siguri dhe Drejtësi Fatmir Çollaku e sheh si shumë shqetësuese deklaratën e ministrës serbe për spastrim etnik në Kosovë. Ai thotë se kjo deklaratë tregon qartë se ultranacionalizmi serb edhe më tutje është në intensitet të lartë. Po, është shqetësuese shumë, është tregues edhe më i mirë i ultranacionalizmit serb që edhe më tutje është në intensitet të lartë, dhe kjo dëshmon pas 30 sa vjetë për afërsisht gjenocidit në Bosnë, pas 27 vjetë të luftës në Kosovë dhe të bëma tjera të këqija të Serbisë ndaj fshimit vetë. Kjo tregon pra një gjendje ende të pakëndellur, përkatësisht një gjendje të rëndë ideologjike të popullit serb dhe strukturave udhëheqëse në Serbi, të cilët pra janë përplot urrëtie, përplot energji negative, destruktive për regionin, për fshinjtë e tyre kështu me radhë. Pra është shqetësues jashtëzakonisht, por në anën tjetër në aspektin praktik nuk ka ne ndikim në procese në vendimarrje qofshin ato në Serbi dhe më gjerë, sidomos në region. Prandaj është veç edhe një tregues se Serbia ende është e barikaduar në nivelin e nacionalizmit dhe atij neomitizmit serb lidhur me Kosovën dhe me pozitën serbe në përgjithësi. Por në aspektin e sigurisë, çfarë do thotë një deklaratë e tillë? Mund të jetë nxitëse për ndonjë përshkallëzim nga ana e Serbisë ose Jo, ajo s'ka të bëjë fare se është person zyrtare që nuk ka ne peshë në vendimarrjen në Serbi. Vendimarrja në Serbi dihet nga kush vjen tani ekskluzivisht nga Vučić dhe njerëz të afërt tij. Prandaj nuk ka ne peshë në vendimarrje, por është edhe një herë një shpërfaqe edhe tregues edhe më i qartë që energjia negative në Serbi dhe në udhëheqësin serbe edhe më tutje është prezente dhe ai thash një herë ultranacionalizmi, nacionalizmi i skajshëm për mohim të popujve tjerë, sa e thotë spastrimi etnik kisha me bërë, do të thonë spastrimi etnik dhe deportimi dihet që janë vepra të rënda kundër njerëzimit, sepse bëhet fjalë edhe herë për zëmje, për largim të një popullate nga viset vendi autokton i saj. Pikërisht ky qëllim i Serbisë në atë kohën e Miloševićit edhe ishte arsyeja më e madhe bashkë me arsye tjera përcjellëse që Alianca Euro-Atlantike për herë të parë nisi një vet gati 50 vjeçare për atë kohë mur vendim për me bë një fushat bombarduese shumë ditorit të sonë dikun sa rreth 7 ditë dhe kjo tregon që deportimi i popullit caktuar nga vendi i tij autokton është një vepër shumë e rëndë e dënueshme me ligjet ndërkombëtare, me drejtat ndërkombëtare dhe aktet e saj është dënueshme. Prandaj kjo nuk është më shumë se një shpërfaqe e nacionalizmit dhe ultranacionalizmit serb, gjë që në praktik nuk ka ndonjë peshë më në aspektin e në përshkallëzimit që thatë ju. Avokati i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, ka komentuar për radio-televizionin 21 kërkesën e ish-presidentit Hashim Thaçi për lirje me kusht nga dhomat e specializuara të Hagës. Alia tha se kërkesa e ish-presidentit Thaçi ka të bëjë me procesin e dytë gjyqësor kundër administrimit të drejtësisë dhe se si e tillë është legjitime, megjithse sipas tij në fund për këtë çështje vendos gjyqtari i çështjes. Po si që kemi parë, kjo kërkesa ka të bëjë me rastin e dytë kundër Thaçit, apo akt akuzën e dytë që ka të bëjë
pengimin e administrimit të drejtësisë. Ne dim që tha që ka 2 akt akuza dhe një akt akuza e parë ka të bëjë me rastin e krimeve të luftës dhe krimet kundër njerëzimit, ku pritet të shpallet vendimin në shtator për rastin e parë. Sa i përket kërkesës së mbrojtjes, sigurisht që mbrojtja gjithnjë kërkon ndonjë mas më të butë për të akuzuarit apo për klientin e vet. Sigurisht që edhe nëse aprovohet i njëjti nuk do të lirohet për arsye se ka një vendim apo një vendim për vazhdimin e paraburgimit në rastin e parë. Sigurisht që palët gjithnjë në procedurë i bëjnë ato propozime. Prokuroria gjithnjë deri tani ka propozuar masën e vazhdimit të paraburgimit. Mbrojtja ka kërkuar gjithnjë masat më të buta, me dorëzani, me arresht shtëpiak, me garanci nga shtetet të treta, por gjithnjë kemi parë deri më tani vendimet më të repta për sigurimin e të pandehurve. Ne kemi parë në rastin e pengimit të administrimit të drejtësisë të akuzuarit të tjerë që janë pjesë e akt akuzës. Gjykata e ka lehtësuar masën e sigurisë, disa janë liruar me dorëzani, edhe pse procedura ende nuk ka përfunduar. Tani sigurisht që trupi gjykues do t'i vlerëson të gjitha rrethanat dhe kushtet, në rast se ka arsye apo kushte për lirim me kusht, do t'a vlerëson vetë trupi gjykues. Mendoni ju se ka arsye dhe është duhur të lirohet? Ligji e ka parashikuar, apo rregullorja e procedurës së provave ka parashikuar në cilat kushtet mund të shqiptohet paraburgimi dhe ato kushte ja ka lënë të themi në vlerësim trupi gjykues. Sigurisht që pas përfundimit të administrimit të provave, pas dëgjimit të gjitha dëshmitarëve, sigurisht që kanë pushuar shumica e kushteve të themi në të cilat është thirrur vazhdimisht prokuroria. Tani ne kemi këtë propozim të prokurorisë të cilat gjithnjë e përdorin me rastin e lirimit i njëjti mund të ndikon tek dëshmitarët të cilët kanë dëshmuar, por sigurisht që ne nuk mund të japim vlerësime ato i takon në trupi gjykues që të jep vlerësimin në rast se ka ose nuk ka kushte për vazhdimin e paraburgimit. Dhe sigurisht që palët kanë gjithnjë të drejtë që ta ankohen në shkallën e dytë. Gjykata e Prishtinës i ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për 2 muaj Fatmir Shehollit, i dyshuar për spionazh. Vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj Shehollit e ka bërë të ditur zëdhënësia e gjykatës së Prishtinës Mirlinda Gashi. Referuar kërkesës tuaj për informata, ju njoftojmë se pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për vazhdimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandehurit FSH, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale të spionazhit në vazhdimsi, gjyqtarja e procedurës paraprake pas shqyrtimit të kërkesës përmes aktvendimit ka aprovuar kërkesën e PSRK-s, ashtu që të njëjtit i është vazhduar masa e paraburgimit në kozgjatje prej 2 muaj, tha ajo. Skena politike në vend është aktivizuar në përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja, ndërsa partitë të mbledhin strukturat për të diskutuar mbi çndrimet zyrtare. Në këtë temë sot është mbledhur grupi parlamentar i PDK-s, nga ku inkuadrojmë drejt për drejt kolegun Burim Zariqi. Burim, cilat janë informacionet më të fundit nga PDK-ja? Falenderoj, jem drejt për drejt para objektit qeverisë, ndonë se kanë kaluar 4 ditë që kur u zhvillua takimi i fundit midis kryeministrit në detyrë, Albin Kurti bashkë me kreun e PDK-s Bedri Hamza dhe me atë të LDK-s Lumir Abdegjiku së bashku me kandidatin për presidente nga LDK Vjosa Osmani, asnjë lajm nga qeveria apo nga zoti Kurti në lidhje me takimet të tjera sa i përket subjekteve politike. Radio Televizioni 21 deri më tash ka tentuar të kontaktoj me zyrtarët televizjes vetëvendosi se kur kryeministri në detyrë planifikon që të zhvilloj
takimet e tjera me subjektet politike, megjithatë s'kemi marrë ende përgjigje deri më tash. Si do që tjetë, partitë e tjera parlamentare kanë lëvizur pak minuta më parë, siç ka marrë vesh Radio Televizioni 21, ka nisur një mbledhje e grupit parlamentar të PDK-s për të diskutuar në lidhje me zhvillimet aktuale politike për ndërtimin e institucioneve të reja, siç e dim pas takimit të së premte, zoti Hamza kishte deklaruar që PDK-ja do të qëndrojë në opozit për shkak që zoti Kurti, sipas asaj që la të kuptohet zoti Hamza, nuk i kishte marrë parasysh kërkesat gjatë takimit e që janë marrja parasysh e programit të PDK-s, ku kategorizohet edhe në pensione, në paga e kategoritë të ndryshme, si dhe ruajtja e aleancave me ndërkombëtarët, pra aleancave të Kosovës. Po ashtu, gjatë ditës ka mbajtur një mbledhje edhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani nga LDK, si dhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Kjo mbledhje ka përfunduar, zonja Osmani nuk ka folur as para mbledhjes e as pas mbledhjes, megjithatë ka dalë sekretari i LDK-s Ilir Ferati, i cili ka treguar se është mbledhje jashtëzakonshme, ku po diskutohet sa i përket zhvillimeve aktuale politike, ka folur edhe sa i përket nismes së mbledhjes së nënshkrimeve nga disa zyrtarë të LDK-s për shkarkimin e kryetarit të këtij subjekti politik Lumir Abdigjiku. Ai tha që ende nuk janë dorëzuar këto nënshkrime, ndërsa sa i përket takimeve me zotin Kurti, Ferati tha që zoti Abdigjiku është i gatshëm të takohet, të vazhdojë bisedimet për formimin e institucioneve, mirë po krejt këto bisedime në fokus kanë ndërtimin e institucioneve dhe nuk kanë në fokus një marrëveshje klasike politike siç e quajti ai, por ka të bëjë me interesin e qytetarëve dhe ka të bëjë me një lloj balancimi sa i përket tri institucioneve qendrore. Për më shumë detaje ta ndjekim një deklaratë të sekretarit të LDK-s Ilir Ferati. Nderuar, pse është prezenca e zonës Osmani sot në takim dhe apo diskutohet për çështjen e postit të presidentit? A heq dorë LDK-ja nëse zoti Kurti kërkon një gjë? Jo, para nuk është veç sot që zoni Osmani është prezente në zyrën e LDK-s, është në bazë auditorëve, varësisht për situatave që zhvillohen mëna për mëna LDK-s, që dyta ka qenë barse e listës LDK-s me vendim të kuvendit përgjithshëm, që është organ që vendos për barsën e listës. E treta, LDK-ja fokus të agjendës e ka themelimin e institucioneve të Kosovës, edhe përmendoj që kjo është tema kryesore për krejt palët për mëna lidhjes demokratike, edhe përmendoj që është përgjigjja kryesore që përpresin qytetarët e Republikës Kosovës prej LDK-s, e jo se apo organizohet ose jo në kuvend. A ka posë prej zotës Kurtit për takim tashëm? Ende jo, nuk kemi ftesa në pranuar. Ndërkohë, për t'ju rikthyer edhe një herë PDK-s, do thotë ky subjekt politik ka mbledhur grupin parlamentar për të diskutuar lidhje me rrugën që do ta ndjek për formimin e institucioneve. Kanë thënë që do të bashkëpunojnë brenda parlamentit sa i përket iniciativave, projekt ligjeve që janë në interes të qytetarëve, por as se nuk do të zhvillojnë takime me kryeministrin detyrë Albin Kurti, duke i uruar atij suksese në takimet me subjekte të tjera parlamentare. Kemi biseduar pak minuta më parë me deputetin e PDK-s Eman Rahmani, i cili e ka mirëpritur qëndrimin e kryetarit të PDK-s Bedri Hamza se nuk duhet të negociojë me zotin Kurti dhe se PDK-ja duhet të qëndrojë në opozit. Për më shumë ta ndjekim dhe një bisedë me zotin Rahmani. Unë kam përgëzuar publikisht kryetarin Hamza për vendimin e marrë, mendoj që nuk ka asnjë arsye për me bashkëqeverisë me një pushtet i cili nuk i ka sjellë asnjë dobi vendit për 6 vite qeverisje, ka sjell kriza, ka sjell nxitje, torrëtjes, përçarjes, mos zhvillim ekonomik, asnjë përmirësim as shëndetësi, as në ekonomi, as në arsim, as njërin prej sektorëve publik që ka shumë nevojë të investohen në të përmirësohen, kështu që nuk mendoj që duhemi me u bë pjesë e të keqës dhe me kontribu për të keqen, kështu që është një vendim i dur, unë mendoj që duhet mobilizu dhe mu angazhu secili që mos kemi një qeverisje të tillë çfarë është tash e 6 vite, kështu që mendoj që është njëra prej vendimeve më të mira që ka marrë PD-ja dhe kryetari Hamza prej që është kryetari i Partisë Demokratike. Burim të falenderojmë për gjitha këto informacione. Në ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka bërë të qartë se nuk sheh asnjë mundësi për partneritet qeverisës
me lëvizjen vetëvendosje. Megjithatë, AK lë të hapur mundësinë për procesin e zgjedhjes së presidentit, por vetëm nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti pranon 6 kërkesat e saj, përfshirë edhe projektin e gazit amerikan. Deputetja e zgjedhur Time Kadriaj akuzon Kurtin se po e zvarit formimin e institucioneve dhe se nuk ka treguar gatishmëri për dialog rreth kërkesave të AK-s. Alianca ka qenë prej partive parlamentare më transparente në proces me krijimin e institucioneve. Ne nuk kemi kërkuar asgjë, kemi kërkuar që të jemi pjesë e qeverisë së ndonjë marrëveshje politike. Kërkesat që i ka parashtruar Alianca kanë qenë kërkesa jo që janë të mirë të Aliancës, po janë të mirë të qytetarëve të Kosovës edhe të Kosovës. I kemi bo ato 6 qëndrime transparente që i din krejt, në më tonë është partneriteti, strategjik, kemi ndërtimi i gazit Amerikan, i termocentralit, ndihmesa e fermerëve, ngritja e taksës nga 30% në 100%, lirimi i taksave në tokën e punueshme, me pas infrastruktura, buxheti special për kryeqytetin, domethënë janë transparente. Ne këta s'kanë reflektuar, domethënë asnjëherë nuk kanë prononcuar për deklaratat e Aleancës dhe kjo dhe ka qenë arsyeja që s'kemi shku ne s'kemi çka negociojmë, sepse dojmë të qenë partner me lëvizjen vendosje as në qeverisë, s'kemi në një kërkesë tjetër dhe do të vazhdojmë. Nëse reflektojmë mbi kërkesat e Aleancës, ne jemi zotuar dhe kemi premtuar se do të qëndrojmë në sallë në zgjedhjen e presidentit, ndërsa për dialogun dhe takimet që ka pas me partitë tjera parlamentare, vetë vendos këta PDK-ja kanë dalë, kanë thonë do të mbesim në opozitë. S'kanë qenë shumë transparent se çka është diskutuar dhe çka nuk është diskutuar. Pashtu edhe LDK-ja kanë thonë që do të vazhdojmë bisedimet, po asnjë nga njëra palë nuk është diskutuar se si do të vazhdojmë diskutimet edhe çfarë do të bëhet. Do të thotë A do të diskutohet veç për postën e presidentit, apo do të diskutohet për përfshirjen e LDK-s në qeveri bashkë me lëvizjen vetëvendosje? Një hap i rëndësishëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian shënohet sot për Shqipërinë. Në konferencën ndërqeveritare që mbahet në Bruksel, vendi pritet të mbyll 3 kapitujt e parë të negociatave për antarësim, një zhvillim që komisionerja për zgjerim Marta Kos e ka cilësuar si një ditë historike për zgjerimin evropian. Shqipëria pritet të shënojë sot një tjetër arritje në procesin e integrimit evropian, duke mbyllur provizorisht 3 kapituj të negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, kapitullin 25, shkenca dhe kërkimi, kapitullin 26, arsimi dhe kultura, kapitullin 30, marrëdhëniet me jashtë. Vendimi pritet të formalizohet gjatë konferencës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian që zhvillohet në Bruksel pas miratimit më 10 korrekt nga Koreper të pozicionit të përbashkët të BE-s për mbylljen provizore të këtyre 3 kapitujve. Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos e ka cilësuar këtë ditë si një moment të veçantë për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sot është një super e martë për zgjerimin e BE-s. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada, po mbajmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë, tha Kos. Ajo theksoi se 4 vendet kryesore në procesin e zgjerimit, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malizi, po hedhin hapa të rëndësishëm përpara. Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë, u shpreh komisionerja evropiane, ndërsa vlerësoi gjithashtu përparimin e Ukrainës dhe Moldavis me hapjen e klasterit 6, si dhe avancimin e Malit të Zi drejt përfundimit të negociatave. Kos nënvizoi se momenti sotëm duhet të shoqërohet me rezultate konkrete në terren. Ky vrull duhet të kthehet tani në rezultate dhe zbatim konkret, deklaroi ajo. Mbyllja e 3 kapitujve përbën një tjetër hap të rëndësishëm për Shqipërinë në rrugën drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian.
Kapitujt 25 dhe 26 në të kaluarën janë hapur dhe mbyllur për një herë, pasi për ta nuk ka ndonjë kornizë të përbashkët ligjore të BE-s, por vetëm disa parime themelore, por që nga hyrja në fuqi e metodologjisë së re në procesin e zgjerimit të BE-s, asnjë kapitull nuk ka mundur të mbyllet pa u miratuar një raport i ndërmjetëm për përmbushjen e kritereve kalimtare në fushën e rendit dhe ligjit, raport i njohur me shkurtesën IBAR. Ish ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka thënë se për Kosovën dita e 14 korrikut duhet të jetë thirrje për reflektim. Te ka uruar Shqipërinë dhe Malin e Zi për avancimin drejt BE-s. Hoxhaj ka theksuar se sot askush s'po merret me Kosovën. Për Kosovën, kjo duhet të jetë një thirrje për reflektim. Deri para 7 vitësh, vendi ynë kishte një perspektivë shumë më të besueshme evropiane, ndërka që 3 vjet Kosova pret që statusin e vendit kandidat ta shqyrtoj dikush, por ai ka mbetur në sirtarët e Bashkimit Evropian dhe askush nuk po merret me të. Sot, ndërsa Shqipëria dhe Mali i Zi po afrohen çdo ditë e më shumë me BE-n, Kosova rrezikon të mbetet e fundit në rajon në rrugën drejt antarësimit, ka shkruar Hoxhaj, duke shtuar se Kosova meriton ta rikthejë vendin e saj në agjendën evropiane dhe të ecë përpara me besueshmëri e vizion, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. I dyshuari për plagosjen e së hënës mbrëma në Pej është dorëzuar në polici. Ai po ashtu ka dorëzuar 2 armë me 2 karikator dhe 15 fishek, ka njoftuar policia e Kosovës. Në ndyshimin për veprën penale vrasje në tentativ, i dyshuari BK është ndaluar për 48 orë. 4 persona janë arestuar në Ferizaj në ndyshimin për veprat penale kanosja, mbajtja në pronësi, kontrol ose posedim të paautorizuar të armëve dhe asgjësimi apo dëmtimi pasurisë. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, më 13 korrik 2026, në stacionin policor në Ferizaj është paraqitur një ankues me inicialet MB, i cili ka deklaruar se ishte kanosur nga disa persona. Pas veprimeve operative dhe hetimore të ndërmarra nga njësitë reaguese dhe njësia e hetimeve, policia ka identifikuar dhe lokalizuar personat e dyshuar në një lokal në Ferizaj. Një person ka humbur jetën pasi ka rënë nga një kulm i shtëpisë në rrugën Kalaja e Kryes në Prizren të hënën, në kohën kur aty po kryeshin punime, ka njoftuar policia e Kosovës. Sipas njoftimit, viktima ka rënë nga një lartësi prej 8 metrash. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa trupi pa jetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Punë kryesi ku ka ndodhur rasti është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë. Policia ka thënë se rasti po hetohet e në raportin 24 orësh të policisë, rasti është iniciuar si hetim i vdekjes dhe heqje e pajisjeve mbrojtëse. Për informacionet më të fundit, klikoni faqen tonë të internetit të RTV21.tv, si dhe adresa tona në rrjetet sociale.